SPA ka urdhëruar disa kontrolle në Tiranë dhe Vlorë në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për dyshimet mbi tjetërsimin e pronave në zonën e Zvërnecit. Paraprakisht raportohet se në listën e kontrolleve është Pëllum Petriti, ish avokati që falsifikoi pronat për llogaritë Artur Shehut. Po ashtu kontrolle janë zhvilluar edhe te Redi Struga, inxhinier dhe administratori i kompanisë projektuese Infraconsult SHPK. Kompania e Strugës ka blerë sipërfaqe të mëdha pronash në Zvërnec nga zotërues të tjerë, të cilat po verifikohen nga prokurorët për mënyrën se si janë përfituar fillimisht. Në hetim janë edhe 3 kompani të tjera, në pronësi të 3 biznesmeneve të njohur, njëri prej të cilëve është i shpallur në kërkim. Kontrollet dyshohet se kanë qenë të lidhura me ngjarjen e ndodhur në Zvërnec. BKH ka kontrolluar dosjet në lidhje me projektin e Zvërnecit, por edhe faktin se si është administruar ngjarja nga policia e qarkut. Megjithatë, lidhur me aksionin e ndërmarrë, ende nuk ka një njoftim zyrtar nga autoritetet.